Policia e Vlorës njofton se ka finalizuar operacionin policor të koduar Green Flat, ndërsa është evidentuar dhe goditur një rast i kultivimit të bimëve narkotike në ambiente të mbyllura në qytetin e Sarandës. Sekuestrohen 260 bimë narkotike, 26.6 kg lëndë narkotike kanabis, pajisje elektrike që shërbenin për kultivimin dhe përpunimin e bimëve narkotike me qëllim shitjen. Policia njofton se është vënë në prangë një 30 vjeçar i cili u kap në flagrancë nga shërbimet e policisë në apartamentin që kishte përshtatur për këtë veprimtari kriminale, ndërkohë që është identifikuar dhe është shpallur në kërkim bashkëpunëtori i tij, ndërsa janë proceduar penalisht 4 punonjës të OSHE Sarandë për shpërdorim detyre. Kështu sipas policisë, gjatë operacionit u arrestua një 30 vjeçar banues në Tiranë, i cili u kap nga shërbimet e policisë brenda apartamentit duke u kujdesur për bimët narkotike. Gjithashtu u shpall në kërkim një 26 vjeçar banues në Korçë, dyshuar si bashkëpunëtor në këtë veprimtari kriminale. Në vijim të veprimeve për këtë rast, sipas policisë, u referuan materialet në prokurori, ku nisi procedimi penal për 4 punonjës të OSHE Sarandë. Një 54 vjeçar, një 34 vjeçar, një 47 vjeçar dhe një 32 vjeçar për veprën penale shpërdorimi detyrës. Në cilësinë e provës materiale janë sekuestruar 26.6 kg lëndë narkotike kanabis, 260 bimë narkotike të kultivuara në vazo, 70 lampa elektrike me reflektor, 70 siguresa elektrike, 260 mbështjellëse të përshtatura si vazo për kultivim, një automjet, 3 celular dhe pajisje të tjera që përdoreshin për veprimtari kriminale. Vijon puna sipas policisë për kapjen e shtetasit të shpallur në kërkim dhe identifikimin e shtetasve të tjerë që mund të jenë përfshirë në këtë veprimtari kriminale, ndërsa materialet procedurale ju referuan prokurorisë për veprime të mëtejshme.